Territori i Kosovës për datën 21 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të dominohet nga kthjellime dhe intervale me diell, ndërsa gjatë pasdites priten zhvillime të vranësierave që lokalisht do të sjellin rreshtë shiu dhe shtrëngata të izoluara, kryesisht në pjesën perëndimore dhe malore të territorit. Paraditja do të ketë mod kryesisht të thjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësierave me rreshtë të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 29 gradë. Era do të frellet nga drejtimi verior me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 17 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 27 gradë. Skënderaj 17 deri në 28 gradë. Pej 17 deri në 28 gradë. Prishtinë 17 deri në 28 gradë. Gjakov 18 deri në 29 gradë. Malishev 18 deri në 29 gradë. Gjilan 17 deri në 28 gradë. Ferizaj 17 deri në 28 gradë. Kaçanik 16 deri në 28 gradë. Suharek 17 deri në 29 gradë. Prizren 18 deri në 29 gradë Celsius.